Doma ishte vogël, por plot kushtime. Në sep ngjej shtrati tjeshte. Më mbi te I shtrire sikur të mbante botën më mbi supe. Ishte noa, ile dhe vjes, lekuren izbehta per moshen, syta shume të tele per një gjalleke ende nuk kishte. I duar më gjaftueshem. Këne moshen shtatev gjësare, a kishte luftuar me një kancer të ralleke nuk do rezohej, edhe 5 muaj kimioterapie, operacioni deshprese. Mbrani shtratit, me kokën e mbeshte turne dishek, ishte Zara, keni ke kishte kene me teke kur ishte foshnja. Një retriever e arte me floke pak grine surrat, një pamgje e kete dhe besnike. Gjithmone ati, gjithmone, kënga dita. Gurnoa mori diagnozen e taj, Zara dukej se kupton të gjithçka, filloj të flinte pranë taj. Në ditet kyr, a gjon gjehej I semurej. A gjoje mbeshtet të hundan në barkune tij, sikur të donte të sheron të nga brenda. Kyri binte floket, a gjo lepin të koken e tij tullak me ak dashurisa edhe territuri do të kanin. Atë mengjes, dielli pushtoj domen mengje e mbelsit të turpshme. Zara ishte e shketisuar, në gjeva në gjefare mënyre që vetëm kente mundën, se ditska po ndryshonte. Noa, me I dobet se kurre, ende u perpok të buzeke shtë pa ke ajo solli lodren e tij të preferuar, një lepur të raskapitur të mbushur, e mbani ako makete, peshperiti me zerin e ngjirur. Zaraia hodi lodren në gjoks, si per titene, zhanë të gjita ketu, gjemien dhe vetem në të di, ka koridori, prinderit të nuis shikonin në heshqe. Ejta kishin pranuar tashme ate ke doktori kishte të ne gjave me pare. Nuk kishte asgjë me shumë per të bere. Trajtimi tani ishte thjesht rehati, por si përgatiteni per hamgjën e një femigje. Si ti tuash lamtumire një dashurie, kakta vogël dhe kakta pafund në të ngjajten kohe. Ajo kej mbante bashke e të nese ishin kope, ishte Zara. Ajo nuk u largua nga krahu I nojsa se të një sekonde, asper të ngrene, asper të fjetur si që duhet. Kura e kante fshehurazin natën, duke menduar se askush nuk dagjonte, ishte ajo ke lepju lotet e tij pa bereze. Noa e shikoi Zaren sikur po shikonte nje përgjeset e vetes. E ia preku lehteve shindejta, do të kendroni ketu, deri në fund apo jo. Ajo u përgjigj vetëm me nje veshtrim, e forte, I dashuruar, I pranishem, atë pasdite, shtepi apriti vizitore, tezet, kusherirat, disa shoke nga shkolla, tek gjithë donin të shihnin Noahun, sikur të ngjenin, se koha po u reshkiste ne përgishta. Por gjali nuk kishte forse të fliste shume, ai vetëm më bajti putren e Zares, sikur kjo të ishte ligja e tajgje fundit me boten. Kur një nga infermierët e kushdesit paliativ erdhi per të administruar mjekimin, Zara u merzit pak. Jo nga agresioni, por nga instinkti mbrojtës. Si per të ne, nese do të lendoje ate, mos e bej. Infermierja e mesuar me kete, e perke deli dhe I tha, ti gjeme I forte se të gjithene se bashku e di. Natën Noa kishte temperaturet e larte, syte e tij me zi hapeshin, Zara ungjit në shtrat, duke I ngjoruar protestat e të rriturve. E gjo u perkull pranë e ti, duke vendosur fecken e sajne, gjoksin e hollet e gjallit, duke degjuar zemren e tij sikura gjo të mbante një sekret, të pikerisht neket e pozicionat atë dirane në gjume, ndërkohë poshte, prinderit, përgatite ambientin për te pashmangshmen, do më tani do të kishte me shume pagjisje, me shume mbeshtetje mjekesore, me shume heshtje, por askush nuk guksoj të prekte pranine e Zares atje, ajo ishte e vetmja siguri në një bote. Pa sigurie. Noah u zgjua në agim, a kishte probleme me frime e marjen, u perpok të fliste por nuk mundi, a vetëm shtrengoj putren e Zares me gishtat I tij të holle po tuaj se transparente, a gjon ngriti koken dhe lepju fytyren e ti nga dale, I të kendruan ati si mesi per disa sekonda ka e duke se zgjatën njegjetën. Nese une, po të shkoj une I pari, do të kujdesesh per mua, u perpok të toshte me zerin po tuaj se duke u venitur. Zara nuk u përgjigje. Ai thjesht vendosi serish hunden kunder zemre se gjallit dhe kendroj ati. Lidja,
Me stedi veshte me shume se mikjesi, ishte mbigjetese, ishte heshtja a gjoke e mirepriti, ishte nje lojsh dashurje që nuk kishte nevojë per këtim, kur mzhekje të këtjen në mëngjes, Zara nuk kishte levizur, a gjo u ull, e pa levishme. Si një roje, kur pane se noeu, po merte ndë frime, ndonese me vesh të resi, të gjite shikuan njeri qetrin me lehtasim, kishte ndë kohe. Zara u ngrit nga shtrati dhe shkoj të dera, si kur të kërkonte për forsime. Si për te të ne, zgjohu, e keshte ndë ketu, babaj i noe su gjunje zua pranesaj, duke karin ne heshtje. E dëdi zhengjeli i ti, e di. Zara sapo u këtije në krahun e gjallit. Dhe ate mengjes, mes makinave, frime marje se brishte dhe shpresave te brishta, ishte e karte per te githese nese njemre kulli do te ishte ende e mundur, a gju do te vinte nga a gju lidgje. Nga nje ken ke refuzoj të braktiste ate ke kishtemi, shume nevoje perti. Koha duke sikur rrit të ndryshe brenda asaj shtepje. Ndërsa bota gjashte vazdonte me në sitimin e sajt të verber brenda. Gëgjith qka leviste nga dalem. Sikur skondat kishin frike se mos përfundonin. Noeu ishte me i dobet. Nuk mund të ngrihesha me nga shtrati, kofte edhe per disa minuta. Dim gjatani ishte e vazhdueshme edhe me mjekim. Pora jende buzekeshte ndon gjehere kur Zara shtrihej. Me të si gjithmoni. Ishte nje nga ato buzekesh gjet ke lendonin të qeret, nje buzekesh gjet nga dikush ke tashme ka kuptuar me shume se që duhet, nga kush edinte, Zara duket se imbante të gjitha keto në trupin e saj. Hapat e tij, ishin të nga dalte, veshtrimi i tij, me i trishtuar se zakonisht, a gjo hengri vetem kur prinderit e nues insistuan, dhe magje edhe atehere, gjo shume. A gjo i kalonte ditet, e shtrire prane e tij. Duke pare sto frime marjet e ti, sikur mund të parandalonte me te keken vetem duke ken druar e ti. A te diti, infermiergja i soli noahur një gerdan me ruaza blu, një dhurate nganje, spital partner, kuq do fatyre per fakeson të nje faze lufte. Provim, shtrim në spital, injeksione me gil pere, dite kur ai ishte i fortej. Ai mbajti gerdanin dhe filui të numeronte ruazat nje nga nje. Kur arriti tek i fundit, se të ju mbushen me lot. Ja Zara, kjo eshte sot, ai zgjati ruazen blu të zbete ke ajo të nuhaste. Ajo le più doren e tij nga dale si per të atene. Une jam me zhugjate giti atyre. Gjashte domes, nena e nois i mbajti lotet, degjova. Gjithska, por nuk pata forse të hija. Babaj, duke përkafuar kornizën e derez, e shikoj Zaren minje për zjergje miren gjogjeje dhe dimgjeje. Nuk e disja duron a gjo, murmuriti ai. A gjo nuk e duron dot, a gjo në gjen gjithska, ashtu si ne. A i tesht nuk prishet sepse ka nevoje për te. Pas dite vone, Noa kërkoj të shite i gjet. A i nuk mund të shkon të mene o borrin, e shtepise, por u kërkoj të hapnin dritare. Kjeli ishte i këtjelet të disa drita tashme kishin filluar të shfakeshin. Veshtroj në gjeren prej tyre dhita, gjishja toshti se shtu person kanë gjejel ke pret. A mund të gjeti i imi tashme atje. Zara e shtrire pranetish, ngriti koken dhe ngriti si të nga kjeli, si kur të kërkonte me te, kur të shkoj. Vazhdoj e me zeme të dobet, du të shikosh që do në ti. Vetem kër të mos ndihem vetem. A gjo u afrua edhe me. Shumej duke shtipur trupin e saj kunder tij. Doma ishte eftohte, por lekura i ngrote, i Zares ishte njeba tanije, i heshtur. Në name ne fën hajri, te u ull në buzete shtratit. Kaloi doren ne per floket, i hollete gjallit. Dëshironi të degjoni muzikën tuaj. Noa pohoj me koke. Ajo mori celularin dhe vurja të kengen e kete ke ai e kërkon të gjithmone. Para se të flinti, nje melodi e bute, po tuaj se nje peshperiqë, Zara mbili si të. Ajo e dinte ate kenge, ishte kolona zanor e koheve të veshtira. Në ate moment Noa u lendua me shume se zakonisht. Dhe kjo ishte gjithashtu kur ajo ngjit me shume pasaj. Gjate në tes, Noa pëti një krizet që tërë. Filloj të merë të frime me veshtiresi, ma gjedhe me oksigen.
Ekipi mjekesor u thirrme në sitim. Zara doli nga dhomave tem kurata. Shtine krevatin për të rregulluar pagjisjet. Ajo u ulne dere me syta e ngullur të gjalli. Kura i kau edhe ajo në heshtje trupi i saj drithej. Pas disa minutash tensioni, sinjalet u stabilizuan. Infermierja shikoi prinderit të tatën. Ishte afer, por ai ishte ende ketu. Zara vrapoi brenda dhe u ngjit në shtrat para se dikush ta ndalonte. Noa ishte lagur nga gjersa, me si tek gjisme të hapur. Kur ngjeu peshën e Kenit, lëvizi dorën ngadalë derisa arriti te feçka e saj. Mos, largo, mua, peshperiti ai. Dhe ajo nuk e la. Ai kendroi atë gjegjit henaten. Trupi i shtrire e mbite, feçka e saj në gjoks, duke degjuar atë zemër të brishta ku anderrite. Të në sermën në mengjes, Noa ishte edhe me i dobet, por ende ati. Ai kërkoi letër dhe stilolaps. Dogja të shkrua një letër. Me ndrihmen e nenes, ai shkroi fjalit e vogla të shtrember, plot përpjekje, por gjegja me i rëndësishme ishte në fund. Nëse një dita nuk do tek të hem me, dije se ti ishe guksimi im, una isha i forte sepse ishe atje. Ti, dua Zara, aje dorezoi letrën në duartin nënës se tij. Vëshihej të lutem, vetëm nese nuk kthehem, ajo kauni heshgje duke putur ballin e gjallit të saj. Zara pikërisht ati, duke i se kupton të gjithçka, Noa flinte potuaj se gjithë editen. Kur u zgjua ishte i hutuar, i dobet por buzëkeshi kur pazaren ende ati. Ti gjithmone këtu. Dhe ajo, si gjithmona, vetëm shikoj, asgjë here nuk u përgjigj, por nuk u largua kurre, Zara nuk dilte me nga dhoma. As per të ngrene, as per të pire, edhe kur mamagja, e nojës vendos të ushkimin, e të ishte preferuar në taz. E thjeshte shikonte atë dhe këtë heshti shtrihej prane shtratit. Vendi i tij ishte ati. Prane ti, gjithmone ka kene. Noa tani flinte me shume se sa zgjohej. Te folurit kërkonte përpjekje dhe mjeket tani se gjavet e ardhshme do te ishin me të veshtirat. Por, edhe pse ishte i dobet, bente. Përpjekje të përditshme vetëm per të zgjatur dorën dhe per të prekur feske në Zares. Ishte një gjest i tjeshte, por gjithçka jetonte ati. Ante mengjes të seja në shtes, një infermiere rehirin e dome, ajo ishte ere dhe mikesore, por hezitoj kur pazaren të shtrire në krevat, gjitur pas gjallit. Ajo, a mund të kendroje agje, në naj noes, e lodhur, u përgjigj, me si të perlotur, po ta nek sirni praj andej, angjen me shume dimgje, dhe dimgja tashme eshta e te pert. Infermierja vetëm pohoj me koke, dhe ai heshti. Noa pati një zgjim të lehti rreth orës 10 të mengjesit. Si të ishin. Tes kukër dhe të zhita, por ai buzekeshi kur pazaren aqë, si gjithmone. I shtriren e të njajtin vend, me mjekren në kembe. Ju, mos, u lodni, me mua. Zara ju përgjigj me atë heshtje plot kuptim. A i zhvendosi trupin e ti dhe u perkafua edhe me afer, si kur të donte të ngjiste zemrën e saj me të tigjen. Mbani mend, peshperiti, ditën kur mberitet, ishte vjeshte. Noa ishte pese vjes dhe sa po kishte dale nga një operacion i veshtire, isha pa forse, i kete i trishtuar, prinderit të deshperuar për te pare një buzekeshje, e adoptuan Zaran si një kenush. Kur ajo hirin e dome, me atë ecje të sikletshme dhe veshtrim kureshtar, Noa keshi për here të pare pas disa gjavesh. Ndogj, ajo do të jete shokja i me emire, kishte të ne atë dite dhe ishte. Zara urrit për kratij, me suj orare të ilatsev, tingulli i të karit të tijnaten, dhe heshtje ke demb me shume se që dobritme. Tani, 7 vjet me vone, ajo ishte ajo ke shikonte që do sekonde. Mishket tani se Noa po hinte në nje faze terminale, por ata ish mangeshin fjales. Babaj i Noes pushoj se punuari. Nena e ti vetëm kau në heshtjet e Zara, e po Zara tjesht këndroj. Gjatek gjite kohez. Ate pas dite, Noa pati nje momente shkurter këtjeltezi. A i kërkoj një laps dhe një kopeletër. E
Kishte të vestire të mbante, por me ndihmën e mamase shkroi di fjale me prit. Pastaj kërkoi të lidhte letren I vogël në zhaken I Zares, shtepet të kushtuar, se une do t'i u kollit, do t'a gjej me vone. Nëna e tij që lidhi me kujdes dhe nuam billi si të menje buzekeshje të lehta. Tani, çdo gjë është në rregull. Vonen e mbrëmje, noa pati një krize tjetër, temperature e lartë, frymëmarrje e dobet. Ekipi mjekësor ka hire me shpeshtesi, ndërsa prindërit I kanë mbajtur duar duke I kërkuar forse. Zara këndronte ati e palevizur në septe krevatit, me si te hapur. Kur kriza kaloi, ai nuk u përgjigj. A ishte pangjenja, por I gjallë. Mjekët paralajmeruan, ishte çështje ditesh. Zara nuk u largua as për një sekonde. Dhe kur Noa u transferua në kujdesin paliativ në domen tjetër, ajo shkoi me të. Nuk kishte renda si se ku, persa kohe ata ishin. Bashke, infermierja e detyres ne agim hyri per të nderuar qarsafet dhe hasi në skene. Gjali I pavetëdijshëm I rrethuar me tuba, dhe keni I mbertjer në gjoks, sikur per pikej ti ndalonte zemrën të ndalonte. Ndë nuk kam pare kurre diçka të ti le. Murmuriti ajo duke bere një foto me kujdes, publik, per të regjistruar atë moment dashurje të paperpunuar. Në mëngjes heret, monitori I zemrës bibdobet. Nëna e noj su zgjua e vrike suar dhe shkoj në domo. Zara ishte në shtrat, site e ngjitur në fytyrën e gjallit, fejska e mbështetur në dorën e tij. Dhe pastaj, diçka ndodhi, per herët e pare në diditi Noa levisi gishtat, ngadale I mbylli. Mbi putren e Zares, e sila ishte shtrire në dishek. Ishte një gjest minimal, por të gjithë në dome e ndaluan. Babai, infermierja, nena, askush nuk tha as një fjale. Monitori ishte stabilizuar pak. Frymëmarrja u bë me pak e munduar, duke I sikur. Prekja e saj kishte tërhekur. Per një sast, ajo ishte ajo që I mban këtu, tha infermierja me sytë plot. Zara nuk fjeti atë natë, ajo I mbante sytë hapur, duke marrë frymën ngadale, duke nxjerrë çdo lëvizje të tij. Sikur të numeronin sekondat kë, të mos shpetonin. Ajo e dinte edhe pa kuptuar fjalet. Ajo e nxjerrte dhe gjaku ishte. Per te, gjithmonë per te, Zara kishte dite që nuk kishte ngreni. Pa ugji, as një lëvizje, ai këndroi atje, trupi I tij ishte ngjitur në shtratin e spitalit, sikur kur u largua, diçka brenda Noa u ndal plotësisht, dhe ndoshta do të ndalonte. Atë mëngjes heret, frymëmarrja e tij dukej me I lehta, shumë I lehta, sikur që do frymëmarrje po behej një lamtumire me lëvizje të ngadalta. Nena nuk tha me asgjë. Babai, duke këndruar në çepte e domes, shikoi nga dritargja sikur nuk donte të shihte fshirgjen e historisë së tij. Por Zara vazhdoi, I tërë, I forte, ajo shtrihej me trupin të perkulur, por si te I saj ishin hapur nga zgjimi. Ata nuk mund t'i hiknin si te nga fytyra e zbete e gjallit. Kur një infermiere hyri për të nderuar qarsafet, ajo pak e Zara kishte vendosur kokën pikerisht në gjoksin e te, ku zemra e tij po I rrihte me dobet çdo minute. Ajo e ngjën, murmuriti infermierja. Ajo e di, në kohen e drekës, Noa pati një zgjimte shkurtër, si të gjysme të hapur, një tingull I dobet doli nga buzet e tij të tara. Zara, ketu, nëna vrapoi dhe I vuri dorën në bale. Po ajo ishte dashuri. Jeshab të nuk u largua as edhe një sekonde. Noa levisi një gisht, ajo per pokte arrinte putren I Zares, por nuk mundi. Keshtu ajo shkoi tek ai. Me kujdes, sikur ta dinte se që do preki shume e forte mund të tjente ate. Ajo vendosi putren e saj në dorën e tajë, dhe gishtat e tajë e mbanin me forcej të habitshme. Ishte momenti me I forte në ditet e sotme. Një moment ke beri edhe doktorin, me hyrjen dhe dashmitarin e skenes, të pushogje per disa sekonda në heshtje. Babai Noes, I cili deri atë herë kishte heshtër, ngriti një karrige dhe u ul pranë shtratit. Ai vendosi dorën në koken e kenit dhe peshperiti.
Falemindrit që nuk e braktise gjallin tim. Zara sa po mbilli si te, jo për pushim, por nga nderimi. Si për të tëne, nuk ka asgje për të kene falendrus, ishte për dashuri. Nua filloj të kishte veshtiresi në gel tiqe, që do lengdu të këtehej, dimgja administrohej nga morfina, por edhek gjo nuk ja fshihte do të logjen në si. U lodha duke luftuar, por kur shikoj Zaran duke se po e mblodi forsat. Nuk dua ka ajo të jetej të rishtuar, peshperiti ai, nena duke mbitur lotet vetëm të ndiko ken. Aten atem je ku kush destari tiri prinderit jashtë domes per një bisede. Me maturi po me vendos meri, ajo shpjegoj se funksionet. Gjetesore po deshtonin. De këj nese deshironin, mund të legjonin noa hun ti kalonte momentet e fundit në shtëpi. I retuar vetëm nga atake donte. Keshtu bene, Zara ndoki gjithçka. Kur e vendosen noa hun ne barele për tasuar në ambulanse, ajo ungjit me te, ushtrime kembet e tish dhe mbeti ati pa levizur. Mjeket vetëm buzeke shëndethane, ajo shkon me te, sigurisht këdo, udhetimi ishte i heshtur, por hesht që kishte peshen e përgjete sise. Në shtepi, doma e noesisht përgatitur me carsa fete paster, dritër e te hapura, lule ne komodine. Por asgje nuk ter hoki me shume e vemengje se sa veshtrimi i kenit. I sili tani nuk, pranoj të zbriste nga shtrati. No amori frimen nga dale, si te i mbilu, por ne kendin e majter angelot. Zara, duke e venere, ju afrua fytyres di e lepju me kushdes, si kur don të tamblit të atelot per vete, nëna e pakete dhe shpert ju në lot. Babai, sa po ktheu fytyran, gjysha e ullur në koridor filloj të lutaj me zete ulet. Rreth ores 3 të mëngjesit, noa u per pok të fliste për seri, Zara ti të poraj nuk mund të përfundon të fjaline. Si te e ti ju këtjen nga dale derisa e gjetin, ajo në kembe me veshet poshte, ju afrua gogje se ti dhe ushtrime feshken e sa gjte shtipur pas mekres. Dhe keshtu ishte, deri në lingjen e djelit. Monitori portativ regjistroi rajëzemre gjithnje e me të ndara, frime Maria, tuajtësi e padukshme, e bente gjoksin të ngrihej e të binte, me delikatesën e një fishe ere, por Zara nuk levizi. Unë vetëm shikova atë, nena duke parekete, mermeritime vete, ajo do të mbajje deri në fund, bashke me ti, noa shtrengoj putren e saj per heret e fundit, ishte ak e lehte sandihej si një fryme. Zara u përgjeq me një veshtrim, një fryme metelle, dhe me pasu të heshtja, një heshtje e rande, një heshtje këtoste, e dike eshte tani. Por zemra e tij, ende rrite, i dobet por mundi, si për të të në, ende jo, kisha ende diska për të të në, une ende kisha nevoje kë ajo të ishte atje, dhe ajo ishte, ati i të re, për të, vetam për të, mengjesi, i në serms bardhi në heshtje, domaj nues ishte e kete, si kur koha kishte vendosur të ndalon të per të respektuar momentin. Zara mbeti ende pranë tij i strukur me si të ngullur në fytyren e zbehte të gjallit. Prinderit u zgjuan nga një tingull tjetër. Nuk ishte alarm, as një monitor, ishte vetëm një fryme, i fundit. Noa ishte zhdukur, as një zhurme, as një bertiqe, padimbje, por me të atje. Zara nuk levizi, ai nuk kau, ai nuk legjaj të shtëmbeshtet i hundan në gjoksin e këtë të gjallit të mbëjlisita. Sikur e kuptoj, sikur pranoj, si të premtonte, unë e gjama koma këtu, zgjimi ishte planifikuar për të nësermen. Mori pjese e gjithë shkolla, mesuesit, ekipi mjekesor, fkinjat, shoket e femi gjerise, te gjitha, por askush nuk tërhoki, me shumë vëmendje sajo. Zara mberiti me makinën e vdekjes, pranej në ne senus, pajake, as një udhezues, vetëm duke e kër nga dale, me trupin të anuar, fesken poshte dhe site, të tjër, arkivoli ishte i barde, si fleta e mbremshme. Mbitej një fotografi në ahu duke buzekeshu dhe Zara në krate tij. Res e rotull kishte lule, por tek gjite po e shikonin, sepse me të pare arkivolin, Zara ndaloj, ati kendroj, duke kerkuar, pa pulshur, pa nëksitim. Dikush u per pok të nësirte jashte, ajo rezistoj,
me një dhembezim të lehtë, një gest I vogël, por plot kuptim. Lerën I tek ndrojë, tha gjishja e Noës. Ajo kupton me shumë esene, Zara pastaj u afrua ngadale. Ai vuri, putrat e përparme ne arkifoll dhe mbeshte ti kokën kunder taj. Nuk kishte asnjë dëshpërim, nuk pati asnjë zurme, vetëm heshtje dhe një trishtim që nuk shpjegohet. Fotografi I shkoles, I cili po regjistron të zgimin me kërkese të nenes uli kameren. Unë e kava, nuk kam parekure, u perpok të toshte, por e nuk mund të përfundon të fjaline. Gjatë ceremonise, njerëzit treguan histori për Noahun. E ta folin se si I pelkente të luante në oborin e shtëpisë Zaren, si edhe pse ishte semure. Ajo ende keshte kur pakenin të perkulejsh ne batanije sinjeri, si sta ai ishte motra e tij me 4 kembe. Zara daggjoj gjithçka. Ne heshtje, ai nuk u largën nga arkivolja se të nje sekondje, dhe kur u deggjua kenga I preferuar e Noahut. Ajo ke ai deggjoj ndersa po I nënshtrohej kimioterapise në dodhi diçka. Zara sikur e njohu u shtri plotësisht në arkivol, ati lart, me trupin të shtrire, koka u këti drejt vendit ku do të ishte, dhe ai kau, gjosi njerëzit kajne, por me një tingull të telle, e ullet, I lënduar. Një rankim I përmbajtur, po ke përshkoj që du person ne atë vend. Femigjet filuan të kajne, të rriturit u përpoken të mos benin zhurme, por lotet vazhdonin të binin. Në naj Noës rane gjungje, ajo po të lam të mire, pesperiti ai, babaj nuk levizi, por si të ishin të kuk, e fryre, prifti, në heshtje, ju afrua vendit të ngjargjes, nuk pati guksim të ndërpriste, ai priti këj, Zara të ngrihej, por ajo nuk ungrit, kaluan minutat, shume minuta. Derisa dikush vendosi të ambulonte arkivolin me vellon e barde ke do t'i paraprinte varezave. Zara berin gje haprapa. Vetem nje, pastaj u ulatje, per para arkivolit. Dhe nuk doli, në varim agjon doki makinen. Me njeri tem tanga dalta, nuk kishte nevojë per udhësues, nuk shikojsha anash, as per njerëzit, vetem per para. Pikerisht ati ku po shkonte Noa. Dhe kur arkivoli u vendos ne toke, Zara ju afrua vrimes, a ju ul ne buze, dhe mbeti. Lopat e deut filloj të ambulon të gjallin, që do zhurme e tokes ishte një godice, por ajo ishte ende atje, e forte, deri ne fand. Kur vari u mbyll, Zara mbeti ullur, ndryshimi, me feskan këprek token, sikur priste nje shengje, nje ere e fundit. Nje prekje e fundit. Varremi hesi u perpokte afrohaj. Zara u ngrit në kembe, a ju shtri në var, dhe ati kendroj per ore të tera, derisa u erresua kielli. Dhe nena e Noës mesita lagur, u gjungjesua prane saj. Aji iku, dashuria ime, por, eti nuk do të jesh kurre vetem. Zara e shikoj per heret e pare atedite, te per heret e pare I lepju doren. Si per te tene, e di, por nuk mund të shkoj akoma, aten te I gjithe kytet I foli per zgimin. Fotografio e Zares I shtrire në arkivol, u perhapne tek gjithe vendin, shfaqje televizive, gazetat, faket e internetit. Por as kush nuk e din të saktësisht se çfarë beri ajo, sepse ajo ke beri Zara, nuk ka e merë, ishte dashuri, ishte zi, ishte diçka që as njerëzit nuk mund të benin akmire. Në sermen në mengjes, ata e geten Zaren ende në varë, I lodhur, por në pake, ajo ungrit në kembe, a I shikoj kjellin dhe per heret e pare, një levore e vetme, e ulet, inga dalshem, si per të tene, lam të mire, vela.